Dashuria është një ndjenjë e fuqishme dhe e jashtëzakonshme për një njeri, një vend ose diçka. Ajo bazohet tek afria, dobia në kuptimin anësor. Dashuria mund të kuptohet edhe si një përkujdesje ose vlerësim i thellë. Dashuria mendohet zakonisht e pamundshme të përkufizohet. Për këtë arsye, dashuria është çështje debatesh. Disa madje mohojnë qëndësinë e saj, të tjerët e quajnë atë një abstraksion të shpikur. Cilat janë mënyrat për të dashuruar dhe cila është fuqia për të dashuruar. Cilat janë të këqijat që mund të qëndrojnë pranë respektit të ndërsjellët, ëmbëlsisë, mirësisë, besimit dhe bashkëjetesës patësore. Çdo të thotë në ditët e sotme, fjalia duajeni njëri tjetrin. Dashuria është një motiv i shpresës, në të kundërtën do të ishte një jetë boshe. Dashuria ka forcë të na bashkojë pa i mohuar tjetrit dinjitetin e tij, unin e tij. Vetëm dashuria nuk ushtron një ndjenjë xhelozie as tek njerëzit e as tek kombet. Vetëm dashuria është e aftë të mos ndajë njerëzimin as nga ideologjia e as nga raca. Vetëm dashuria mund të na jap energjitë e pashtershme të nevojshme për të zhdukur urinë dhe dëshpërimin. Në ditët e sotme, ai që dashuron na ngjall me njëherë dyshime dhe ose e marrim për të lehtë, ose të pavlerëshëm, ose e quajmë të pasinqert. Jemi të sigurt se askush nuk mund të mendojë të dashurojë me të vërtetë dikë pa pasur qëllime të tjera. Vlerat e dashurisë, si butësia, përgjegjshmëria, interesimi, fisnikëria dhe besimi, janë sugjerosur në bretërinë e banalitetit dhe nuk përfillen. Dashuria universale jo vetëm që është e mundshme, por është edhe forma më e plotë gjë për të cilën jemi të aftë si qenie njerëzore. Por dashuria mund të jetë e vlefshme vetëm kur heqim dorë nga parametrat e vjetruar mendor, të cilët vazhdojnë të na paralizojnë. Është e nevojshme që në jetën tonë të pranojmë dashurinë si forcën më të madhe universale për bashkimin dhe mirësinë, të pranueshme nga të gjithë ata që më të vërtetë e dëshirojnë. Vetëm atëherë do të zbulojmë se dashuria, plotësisht e realizuar, ka fuqi të shmangë të gjitha ato gjërat të pavlera që na ndajnë. Se armiku ynë ka edhe ai një fytyrë ose një zemër. Dhe pikërisht kjo është pika në të cilën gjithçka bëhet e mundshme. Sipas një përcaktimi, dashuria është shpesh një tërësi paradoksesh dhe ekziston në forma aq të shumëllojshme sa që pothuajse çdo përcaktim ka të ngjarë të mos jetë korrekt apo mos të jetë i pëlqyeshëm. Ka ekzistuar një opinion sipas të cilit dashuria është një subjekt i kufizuar e jo shkencor me të cilin duhet të merren vetëm poet e autor këngësh. Mendohet se ajo nuk vërtetohet dot shkencëtarisht dhe kjo përbënte vërtet një vështirësi metodologjike për studiuesit. Por psikologët mendojnë se çdo sjellje njerëzore, përfshirë edhe dashurinë romantike, përbëjnë tema studimit të psikologjisë, meqense dashuria ndikon në jetën sociale të njeriut, në marrëdhëniet intime, në martesën, divorcin e tjerë. Dashuria është e durueshme dhe e sjellshme. Dashuria nuk është xheloze as mendje madhe, as krenare, as egoiste, as zemrake. Dashuria nuk llogarit gabimet. Dashuria nuk kënaqet nga e keqja, por kënaqet nga e vërteta. Besimi, shpresa, durimi janë të pashtershme. Dashuria është e përjetshme. Edhe besimi, shpresa dhe dashuria, më e madhëreshme është dashuria. Dashuria nuk është thjesht një pëlqyeshmëri më e madhe nga ana sasiore, por një gjendje psikologe e cilësisë së ndryshme, që ndryshon nga tërheqja e thjeshtë në shumë drejtime. Më tepër se një mitësi tipike në fazat e hershme, dashuria përfshin një ngritje psikologjike relative, thithje psikologjike të fuqishme nga partneri, interes të gjerë për personalitetin e tij, fantazim për të, lëkundje të shpeshta emocionale dhe gjendje emocionale ambivalente.
Përse truri humbet betejë ndaj zemrës. Gjithsesi, secili që njëherë në jetë është dashuruar, e di që kur dashuron dikë, dështon kujdesi, humbet përqendrimi për mësim apo për punë. Mirë po, përse ndodh kështu? Sipas studimeve më të ri, njerëzit të cilët dashurohen marrëzisht janë më pak të aftë që të fokusohen në kryerjen e detyrave të cilat kërkojnë kujdes të madh. U ndodh sikur të mos u punoj koka. Në fillim të lidhjes romantike dhe gjatë fazës së parë të dashuruarit, do të vreni që gjithnjë më të vështirë e keni të përqendroheni në çkado qoftë tjetër, sepse të gjitha kapacitetet tuaja mendore janë të orientuar në personin e dashur. Sa më e fuqishme të jetë të dashuruarit, aq më shumë dobësohet fuqia intelektuale. Shkenca akoma nuk I ka gjetur përgjigje definitive pyetjes përse truri humb betejën ndaj zemrës. Është e mundshme që dashuria na detyron të shpenzojmë gjithë trurin në të menduarit për personin e dashur. Patjetër duhet të merret parasysh se romanca vetvetijo është shumë argëtuese dhe na bën të lumtur. E për dashurim flasin vetëm më mirë ata që e kanë përjetuar. Dashuria për mua është diçka shumë e vlefshme, diçka emocionuese, diçka e bukur, diçka pa përshkrueshme. Gjenë që si I përkatësisë muslimane, është Zoti që ja ka përcjell njerit, është ndjenje fuqishme, ndjenje mirë, ndjenje që krijon respekt për tjetrin edhe për veten. Sa më fuqishme është, çashtu ki respektin. Është një gjë pa formulë. Aja ka zbrit nga xheneti dashuria, për që ta dashurojnë njerëz, jetojnë lirë, ta dijonë. E kështu me radhë.